Parandalimi i trafikimit, siguria dhe mbrojtja e fëmijëve ishte temë diskutimi në një takim që u mbajt sot në Ferizaj, mes të Këshillit të Prindërve, zyrtarëve policor, si dhe drejtuesve të komunës së Ferizajt. Me këtë rast, Nazim Hoxha nga Këshilli i Prindërve tha se këto takime janë shumë të rëndësishme për të diskutuar çështje të shumta, sa i përket sigurisë nëpër shkollat e Ferizajt. Takim në takim, në fillim të vitit shkollor përbashkët të këshillave të prindërve, dhe të këshillave drejtues shkollave dhe drejtorëve, mirë që pak a shumë pika të shkurta të gjithë të njoftohemi me këtë pikë të rëndit ditë, me këtë parandalim të trafikimit, e pastaj ju si drejtor të shkollave, së bashku me kryetar të këshillave të prindërve, të marrni takimit e ju janë kuadër shkollës, e mandena me qenë se çdo paralele klasë ka nga një antar në këshill të shkollës, edhe ai me prind të asaj klase me marrë ndonjë takim, në mënyrë që çdo kush prej qytetarëve, gjithsesi prej prindve, të njoftohet me këtë pikë të rëndit të ditës. Ndërsa përfaqësues të njësitit të trafikimit me qenie njerëzore në regionin e Ferizajt bën të ditur se që nga janari këtij viti janë hetuar 8 raste të trafikimit me qenie njerëzore në Ferizaj. Që nga janari i vitit 2016 deri më sot njësiti jon ka hetuar gjithsej 8 raste në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Ferizaj. Po ashtu kemi realizuar 2 plane operative ku kemi kontrolluar lokale të natës në regionin tonë me qëllim të verifikimit dhe parandalimit të viktimave të trafikimit. Qazim Reka nga Policia e Kosovës tha se nuk janë të kënaqur me sigurinë për shkolla. Sipas tij, rritja e sigurisë do të arrijë nëse funksionon trekëndshi prindër shkollë polici. Edhe këtë vetë do të vazhdojmë me punën tonë, do të vazhdojmë me sigurinë e shkolla. T'ju tham sinqerisht, a jemi të kënaqur deri diku, mirë po mund të bëjmë më mirë. Çka do të funksionoj? Do të funksionoj trekëndshi prind, arsimtar apo shkollë dhe polici. Nëse është që trekëndsh, unë besoj që nuk kemi çka brengosmi asnjë për fëmijët tonë. Nëse ne pe shkollës, pe shtëpisë nisim fëmijë dhe i kontrollojmë se çka kanë ata në çanta. A kanë çanta libra edhe fleturet e lapsat, apo kanë diçka tjetër që nuk do të më pos. Edhe ne si prindi ndalmi ata, qysh fillim mos më pos, çato që nuk do të më pos shkollë, atëherë për neve policia na i leton punën. Ju e dini që autonominë e plot ne nuk i futemi në për klasë. Mirë po, ju jeni ata profesorë që në shkollë nëse hetojnë diçka do të na njoftoni. Me të vetmin qëllimi është që nxënësit jenë sigurt. Shqyqeri Mehmeti nga Qendra për Punën Sociale apeloi tek përfaqësuesit e shkollave që nëse vrejnë shenja të trafikimit të referohen tek institucionet kompetente. Unë po ashtu kisha apelu që për shkak se unë besoj e di dhe një rregullore mbi arsimin e obligon arsimtarët dhe shkollat që rastet dukurit të cilat shifin janë të obliguar me referu këto raste në institucionet që merren me këto raste. Kisha apelu që këto raste të referohen nëse ka dyshime të referohen në Qendrën për Punë Sociale, në polici, në mënyrë që ta parandalojmë këtë dukuri për shkak se është mjaft shqetësuese. Kurse kryetari Ferizajt tha se komuna që ai udhëheq ka investuar që të rritet siguria e të gjithë qytetarëve të Ferizajt, përfshirë edhe nxënësit. Investimet që janë bërë për zgjerimin e kapaciteteve të vëzhgimit 24 orësh të qytetit përmes kamerave, sigurisht që ka kontribuar edhe në uljen e shkallës së krimeve dhe në forcimin e stabilitetit përgjithshëm dhe të sigurisë në komunën e Ferizajt. Po ashtu kemi bërë zgjerimin e hapësirave shkollore në të gjitha shkollat ku kemi vlerësuar se kanë qenë të nevojshme investimet, ndërkaq në një pjesë të shkollave është duke vazhduar investimi në shkallë më të lartë. Në bazë të propozimeve të Këshillit të Prindërve, nivelit komunal, ne po punojmë në hartimin e projekteve për rritjen e shkollës së sigurisë të nxënësve tek kompleksi i shkollave, tek rruga Recep Islimi, për vendosjen e një mbikalimi atraktiv me shkollë lëvizëse elektrike. Nga ana tjetër, Valentina Tuniqi nga Karitasi i Kosovës ka prezantuar edhe një projekt që po bën kjo organizat kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Projekt ky që ka filluar qysh nga viti 2006 e i cili do të zhvillohet nëpër shkollat e qytetit të Ferizajt. Lufta kundër trafikimit me qenie njerëzore është një ndër prioritetet kryesore të veprimtarisë së Caritas Kosovës që nga viti 2006.
Qëllimi i këtij programi është parandalimi i trafikimit i qenieve njerëzore, ngritja e ndërgjegjësimit përmes fushatave ndërgjegjësuese dhe në bashkëpunim me institucione përkatëse mbështesim viktimat për reintegrim të suksesshëm. Po ashtu, Caritas Kosova ka rritur angazhimin për mbrojtjen e fëmijëve të rrezikuar nga trafikimi, ku bën pjesë edhe puna e detyruar, lypsaria dhe abuzimi. Në këtë takim u kërkua që të rritet siguria nëpër shkollat e Ferizajt, si dhe bashkëpunimi ndër institucional.